Në orët e mbrëmjes së tenjtës, është arritur të rihapet për qarkullim segmenti rrugor qafthore Theth, i cili ishte bllokuar nga rënja e ortekëve. Në zonë nuk janë dalur rreshjet e borës që kanë vijuar me intensitet gjatë natës dhe në orët e para të mëngjesit. Autoriteti rrugor shqiptar bën me dije se kontraktori i mirëmbajtjes është në terren me mjete dhe punëtor në gatishmëri për çdo situatë, duke mbajtur qarkullimin të hapur. Në akset Koplik-Bog dhe Dedaj-Razëm, gjatë natës ka patur rreshje shiu, ndërsa në Bog-Theth rreshje bore. Drejtuesve të automjeteve ju kërkohet që të përdorin gomat dimërore dhe zinxhiret kur lëvizin drejt këtyre pikave turistike. Policia rrugore po mban në monitorim situatën së bashku me ARSH për çdo ndryshim të gjendjes, pasi rritja e temperaturave rikthen rrezikun e rënjes së të tjerë ortekëve në pikën e qafës së Thores, me 1700 metër lartësi.